Kryetaria e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Julinda Emiri, ka dënuar mbylljen prej 5 vitesh të Galerisë Kombëtare të Arteve, duke deklaruar se kryeqyteti është lënë pa muze, pa galeri, pa teatër dhe pa cirk kombëtar. Gjatë një deklarate për shtyp, ajo kërkoi transparencë të plot financiare dhe kontraktuale për tenderat në afatet e rikonstruksionit, si dhe informacion të sigurt mbi vendodhjen dhe ruajtjen e koleksionit kombëtar të artit përgjatë kësaj periudhe. Galeria Kombëtare mbylli dyert për rekonstruksion në tetor të vitit 2021. Në gusht 2026, 5 vjet më vonë, vazhdon të jetë mbyllur dhe nën rikonstruksion. Ndërkohë, institucioni ka drejtor, administrat, buxhet, programe, thirrje për projekte, konkurse, faqe interneti dhe rrjete sociale. Të gjitha i ka veç gjës kryesore: dyerve të hapura të ekspozitave për publikun vendas dhe vizitorët e huaj. 3 vjet pas lajmërimit për hapje të rekonstruksionit, në korrik 2024, Kryeministri Rama njoftonte publikisht nga kantieri se Galeria Kombëtare po rilind, me hapësira të reja ekspozimi, bibliotek, laborator dhe një koncept të ri të sallave. 2 vjet më vonë nuk ka ndodhur asgjë nga këto, dhe galeria vijon të jetë mbyllur. Ministria përgjegjëse vazhdon të tenderoj punime për rekonstruksionin e saj, pra nuk jemi afër fundit të rekonstruksionit, por diku ku nuk e dim. Kjo nuk mund të konsiderohet thjesht një vonesë. Pas 5 vjetësh, qytetarët kanë të drejtë të dinë se çfarë ka ndodhur me këtë projekt, pse këto vonesa, sa ka kushtuar dhe kur do të përfundojë. Cili ishte afati fillestar për përfundimin e rekonstruksionit të Galerisë Kombëtare? Sa herë është ndryshuar apo shtyr ky afat dhe për çfarë arsyesh? Sa ishte vlera fillestare e projektit dhe sa është vlera totale e kontratave dhe tenderave të zhvilluar deri më sot? Ku ndodhet koleksioni kombëtar i artit shqiptar? Partia Demokratike kërkon informacion të plot mbi vendodhjen, kushtet e ruajtjes, konservimit, sigurisë dhe monitorimit të mira veprave të koleksionit kombëtar gjatë viteve që galeria ka qëndruar e mbyllur. Në vijim të këtyre akuzave, opozita kërkon zbardhjen e plot të fondeve të përdorura dhe një datë përfundimtare për rikthimin e këtij institucioni kyç për publikun.